Luksemburgu është një nga shtetet më të vogla të kontinentit plak, të paktën për nga popullsia, por edhe ndër më të zhvilluarit e tij. Historia e tij nis më shumë se 1000 vjet të shkuar dhe lidhet me kështjellën e famshme. Me një pozicion të lakmueshëm gjeografik, Dukata e Madhe e Luksemburgut është e vetmja e llojit që i ka rezistuar kohërave. Një shembull i integrimit të huajve, Dukata me rreth 570.000 banor dhe ndarë në 3 distrikte, ka qenë një folezë e mirë edhe për shqiptarët. Të parët e tyre kanë mbërritur në vend nga trojet etnike në ish Jugosllavi, Kosova apo Maqedonia, ndërsa emigrantët nga Shqipëria i përkasin natyrisht një kohë më të vonshme, pas zhvillimeve të viteve 90. Mendohet se janë rreth 8.000 shqiptarët që jetojnë e punojnë në Luksemburg. Zamira Pode Hirsch është një prej tyre, madje ndër më aktive te komunitetit kuqezi në shtetin e vogël në zemër të Europës. Ish mësuesja shkodrane, që ka pasur eksperjenca edhe në organizmat ndërkombëtare të vendosura në Shqipëri, rrëfen historinë e bashkombasve të saj dhe përpjekjet për integrim në njërin prej 3 vendeve që së bashku me Belgjikën dhe Holandën krijuan bërthamën e parë të një bashkimi evropian të pakëzuar Benelux. Ne jemi një komunitet që është prej 8.000 personash, faktikisht, por është diçka si punë puzzle-it, sepse shumë shqiptar kanë ardhur me pasaporta italiane ose me pasaporta greke. Megjithatë, një shifër e filtruar është për 1700 vetësh që janë pur kosovar, shqiptar në Kosovë. Integrimi i shqiptarëve në Luksemburg nuk është një problem, sepse është një politikë shumë e mirë e shtetit të Luksemburgut. Ato kanë edhe Ministrinë e Integrimit dhe në gjërat më të para që ne si të huaj që jemi, i afrohemi vetë Ministrisë së Integrimit sepse kemi edhe përfitime. Një nga ato është për shembull të jep 3 voçra, 3 mundësi, qoftë të fillosh 3 gjuhë të ndryshme ose të vazhdosh një modul komplet në një gjuhë, sepse Luksemburgu ka 4 gjuhë pothuajse zyrtare, luksemburgisht, frëngjisht, anglisht dhe gjermanisht. Kështu që është nga shtetet më pikante, kërkon persona të kualifikuar. Megjithatë, për ne shqiptarët besoj se jemi të integruar mirë, të joshur nga rroga të mira, nga kushte standarde shumë të mira dhe normalisht kjo nuk është për t'i bëjë një promovim, por te ne nuk është marrë tush që jam shqiptar dhe të jetosh në Luksemburg. Luksemburgu unë ndaj gjithmonë në 2 pjesë, luks edhe burg. Është luks për njerëzit që janë në punë dhe janë të integruar, edhe burg jo se do futesh në burg, por është burg sepse nëse do jesh pa letra, është e kohë që të jetosh në atë shtet. Ama nëse do jesh me letra, çdo gjë është si thosh e mirë organizuar, qoftë nga sigurime shoqërore, qoftë nga sigurime shëndetësore e kështu me radhë. Domethënë por challenge, sfidë e madhe mesin vetëm 4 gjuhë, sepse duhet i dish. Megjithatë, në kur shkova dija disa gjuhë dhe thash ndihem shumë mirë, por e pash veten që nuk krahasohesh as me një shofer autobusi që flet 5 gjuhë minimale. Në takime, sidomos 2 vitet e para që punoja me një institucion Bashkimit Evropian, kisha shumë takime me gjykatën europiane, edhe atje përkthyesat lingvist, përkthyesa gjyqësor janë jurist, por që kur mbarojnë punën dalin me 13 gjuhë të huaja në pension. Pra duhet të kemi parasysh se fillojnë me 7 edhe ndërkohë për çdo vit ato përmirësohen derisa dalin me 13 gjuhë. Atëherë pash veten që unë jam larg dhe mësova edhe 4 tjera për me arritë 7 gjuhë. Luksemburgu si qytet dhe kryeqytet i shtetit me të njëjtin emër është quajtur shpesh si zemra e gjelbër e Europës. Është qendra e pestë financiare e kontinentit dhe 2 herë është zgjedhur si kryeqyteti kulturor i tij. Pikërisht këtu, shqiptarët kanë vendosur të bëjnë një hap më të madh të trashëgimisë së tyre në gjuhë dhe tradita, duke mos u mjaftuar me punën e përditshme. Ata i rritën kërkesat emancipuese dhe pas disa përpjekjeve mundën të çelin një shkollë shqipe. Zilja e parë e saj tingëlloi e ëmbël në fillim vitin 2017 dhe vazhdon edhe sot, madje me zhvillime interesante. Faktikisht ashtu është që prej 2 vitesh funksionon shkolla shqipe Eagle, se kështu e kemi pakzu, me qenë se është edhe simboli jonë në Shqiponja.
Nuk është numri fiks i nxënësave, sepse ka një kategori që futen, marrin dhe dalin. Fillimisht si iniciativë, domethënë bashkë me dy organizata shqiptare, dy shoqata shqiptare, erdhi nga edhe si propozim se çfarë keni nevojë nga ambasada jonë sepse ne mbulohemi si vendet e Beneluxit nga Brukseli, kur zonja Janina erdhi në Luksemburg, tha çfarë keni nevojë? Ne thamë s'kemi nevojë, sepse është një komunitet mos e integruar. Ju çfarë doni nga ne? Jo, por ne nuk duam ashtu. Atëherë në bisedë sipër pam që ne do ishte mirë që të hapej shkolla. Ka pas disa iniciativa, por kur një grup mbaronte, pastaj nuk vazhdonte shkolla, nuk e di sepse un jam diçka më e re, jo 30 vjet siç ka shqiptarë të tjerë që kanë ardhur në Luksemburg. Atëherë vazhduam dhe e rëndësishme është ka që vazhdon. Ço do të them unë te shkolla është sepse ne shteti i Luksemburgut na ofron godinën e shkollës, edhe kur e krahasojnë në raport me studentët tash që protestojnë, më vërtet është gjunat mos vazhdosh kursin e gjuhës sepse shkolla është e pajisur me gjitha. Edhe ajo që është më emocionuese kur kemi arrit e kemi lexuar leson albane, domethënë e shkruar nga drejtoria e shkollës si për çdo ditë shtunë nga ora 9 deri në orën 12 është e rezervuar. Dhe roja është i porositur që gjithë prindërit mos pengohen, po të çojnë fëmijë deri te klasa ose të rrinë kur dojmë. E filluam me 2 mësuese, me 1 kosovare dhe me 1 shqiptare që të kemi edhe një lloj balance. Morëm programet nga Ministria e Arsimit që u treguan shumë të gatshëm dhe ambasada na solli librat shqip. Janë disa betare, disa tekste shkollore të përgatitura për diasporën në Shqipëri. E pagzuar me emrin e Shqiponjës, një simbol i patjetërsueshëm kombëtar. Shkolla shqipe në Luksemburg është kujdesur që veç gjuhës të përçojë nxënësve të saj edhe traditën. Folklori është një lëndë që grish, duke u servirur edhe me art, me vallën e bukur shqiptare dhe kostumet shumë ngjyrshe të krahinave të vendit të shqiponjave. Por me kalimin e javëve, veç fëmijëve në bankat e shkollës janë ulur edhe të rriturit, duke dhuruar një gërsheti moshe. Shqiptarët e Luksemburgut, por edhe të vendeve fqinje me të, po japin një shembull të mirë dhe dashurisë dhe ruajtjes së përçimit të tipareve më signifikative të kombit të tyre. Ajo që është më specifike është sepse grup moshat janë të ndryshme, nga shumë të vegjël me shumë të rritur. Biles tash po futen edhe me mosha shumë të mëdha, sepse shumë shqiptarë janë martuar ose shqiptarë janë martuar me shteta të ndryshme dhe ato kanë interes për diçka nga kultura, nga gjuha. Për ta bërë më atraktive, ne futëm elementin valle, sepse kishte shumë interes për folklor. Tash edhe prindërit thonë, "Ok, mësuese na mësua dhe ne kur të marrosh me nxënësit." Biles kemi që vinë edhe nga si tush nga komunitete tjera shqiptare, nga Franca, nga Belgjika, për me marrë pjesë në shkollën shqipe, dhe ose 3 vajza vinin vitin e parë direkt nga Franca, vetëm të merrnin ato mësimet e vallës. Në vitin e parë shkoj pothuajse në 30 vjet, kurse tani në informacion që kam është diku te 13 nxënësa numri i tyre. Sepse, sikur se e thash, domethënë ato janë fëmijë që t'i japësh edhe një gjuhë të pesë, si është shqipja, është mos e si tush impenjuese, qoftë edhe për prindërit për t'i shoqëruar, por ato 4 gjuhë mësojnë në shkollë, qysh në fillore. Domethënë një gjuhë e pesë, nëse si tush gjuha është e limituar kur janë të martuar me kombësi të ndryshme. Faktikisht ka pas aktivitete, jemi ftuar, domethënë për shembull nga një shtëpi e moshuarve, jemi ftuar një herë për të prezantuar Shqipërinë, edhe ne menduam që të vinin edhe fëmijët e shkollës, meqense dinin vallën edhe veshnin kostumet e tyre. Është diçka pozitive se një nga shqiptarët nuk e di se si ka qenë historia, po ju ka gjitha veshjet e gjitha trebave tona. Dhe mësuesja e vallës është juriste, por ka qenë vallëtare amatore dhe ajo mëson vallën në mënyrë si tush vullnetare. Flas për 2 vitet e para, se tani nuk e di, vazhdohet vallja, më duket se është zëvendësuar, sepse ne ja kemi lënë komplet si borg
kryesor, kur ishim me Bashkimin dhe me Artanin, prindve sepse janë vetëm në këtë mënyrë, domethënë është diçka më e vazhdueshme se prindët janë gjithmonë më të interesuar. Por ka edhe më. Në një vend me një kulturë të veçantë, ku shkrihen linja të romanike dhe ato gjermanike, ka vende dhe për qasje të tjera. Me 4 gjuhë të aplikuara, ku përveç asaj luksemburgeze, franceze apo gjermane, si zyrtare, dhe anglishte së shumë përdorshme, edhe shqipja apo grish kombësit e tjera, në një vend ku integrimet europiane njohin një nga stadet më të larta dhe pozitive. Zamira thot se në shkollën shqipe tani janë regjistruar edhe nxënës të kombësive të tjera. Ky është një tjetër moment i mirë që duhet përshëndetur në historinë ende të brisht të përçimit të shqipes në shkollën plotësuese të Luksemburgut. Kemi edhe fëmijë portugez që janë shok me fëmijë shqiptare dhe vinë, ose kemi komunitete tjera. Biles një rast kemi pas, ishte një pengesë një fëmijë shqiptar, me qenë se ishte kosovare dhe duhet përfaqësonte Kosovën në Bosnjë, ai nuk u leju që të shkonte, por u fut një fëmijë luksemburgez, sepse kishte pasaporte në luksemburgeze, u vesh ngritë edhe flamurin shqiptar, duke me qenë se ishin shok të ngushtë dhe nuk u lejon që të shkonin. Unë kam edhe një shoqe luksemburgeze dhe ajo më thotë, "Mo çka keni ju shqiptarët?" Sepse djali është shumë i dhanur mas këngëve shqiptare, i thamë, "Po ku, mos ka ne fëmijë, po shokun e ngushtë ka kosovar." Dhe ajo është e detyrueshme që për çdo vit pushimet i bojnë në Maqedoni, sepse thotë më shkon shoku me pushime, duhet shkoj edhe unë. Thotë gjithë dhomën thotë e ka me postera shqiptarët, edhe me këngë, edhe me flamure, me simbolet ndryshme shqiptare. Vjet për vitri, si dhuratë i çova një t-shirt dhe ishte si thush dhurata më e mirë që mund t'i bësh atij fëmijë dhe që të respektoja shoqen time. Po, siç e thash, ne duhet falenderojmë shumë si thush qeverinë luksemburgeze, sepse ne nuk trememi që jemi shqiptare dhe nuk e kemi përmarrë, nuk si thush nuk kemi asnjë lloj paragjykimit dhe tashi biles ndjehemi si thush më të motivuar që kjo shkollë të vazhdojë për arsye se është edhe qeveria e informuar dhe Ministria e Arsimit e informuar, çdo gjë e vën në dispozicion. Klasa, shkolla është siç ja tregova në foto, në godinat në shkollat më të mira të Luksemburgut. Më thonë, edhe unë që kam marrë dikur në shkollat të mira në Shqipëri, shkollë muzike në Shkodër, që më e shkolla më e mirë, kur nuk i kam pas ato klasa. Pajisje didaktike, çdo gjë e vën në dispozicion të klasës tonë. Në fillim të dhjetorit u bë festivali i migracionit, edhe marrin pjesë kombësi të ndryshme. Në mars do kemi edhe një festival tjetër që aty është për ushqime tradicionale dhe ne vjet kemi pas një stend të tillë me ushqimet dhe biles kemi shit po copa byrekut, copa kekut, çfarë them, gjëra të ndryshme lakror që ne në mënyrë vullnetare jemi ofruar dhe i kemi si thush nxjerrë servir në stendën shqiptare dhe biles po më kujton diçka se vjet 2 stendat ishin afër, arbërishe dhe stenda shqiptare. Biles ne ndihemi si thush të turprum se stenda arbërishe, edhe pse është një enklave në Itali, ajo ishte shumë më e bukur e më e mirë se jona dhe kemi thënë që vitin tjetër do mobilizohemi më shpejt. Dhe me gjithë ato buxhetin që shmbledh nga shitjet e ushqimeve shqiptare, një kolegja, një shqiptare bashkë me shoqen, ato blenë në disa xhupa dimrit për një shkollë diku nga Skarpari. Shqiptarët nuk janë ndër komunitetet më të mëdhenj të huajve në Luksemburg, por një gjë mund të thuhet me siguri. Ata janë ndër më të mirë integruarit në raport me periudhën që kanë kaluar në një vend me një zhvillim superior në ekonomi e ide gjithëpërfshirëse. Një shembull i mirë është edhe ngritja e kësaj shkolle në zemër të kryeqytetit të një shteti me histori nga më interesantet.